10 ditë pasi mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin Edi Rama. Me anë të një postimi në platformën X, Zelensky sqaron se ka informuar kreun e qeverisë shqiptare për sulmet e vazhdueshme ruse, si dhe hapat që duhen ndjekur me qëllim arritjen e armëpushimit dhe paqes. Pata një bisedë të mirë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama e informova për sulmet e fundit ruse me raketa dhe dron. Këto sulme tregojnë edhe një herë se Rusia nuk ka ndërmend të japë fund luftës. Kjo është arsye pse na duhet një presion mjaft i fortë për ta ndalur më në fund. Ne mbështetemi në të gjitha hapat e nevojshëm në këtë drejtim që do të ndërmerren në të ardhmen e afërt. Zelensky njofton se e ka ftuar kryeministrin Rama për të marrë pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore që do të mbahet në Odesa. Gjithashtu diskutuan bashkëpunimin ton me partnerët evropian dhe unitetin ton. E ftova kryeministrin të marrë pjesë në samitin Ukrainë-Europë Juglindore dhe Shqipëria do të përfaqësohet. Faleminderit Shqipëri për mbështetjen e Ukrainës dhe popullit ton. Në faqen zyrtare të presidencës ukrainase, vetë Zelensky sqaron se kryeministri Rama e ka siguruar se Shqipëria do të përfaqësohet në këtë samit. Deri më tani janë mbajtur 3 samite të këtij niveli. Në shkurt të vitit kaluar, Tirana u bë mikpritëse e këtij samiti, ku morën pjesë liderë nga Europa Juglindore dhe Ballkani Perëndimor.